Të dashur bashkombas, ju që keni votuar tradicionalisht partitë e vjetra, ose që nuk keni votuar fare sepse nuk keni ndjerë të përfaqësuar në politikën shqiptare, për gjithë ju kam një pyetje. Çfarë i ka munguar shoqërisë shqiptare në këto 35 vjet keqeverisjeje? A nuk ka qenë korrupsioni i përhapur në mënyrë endemike në të gjitha qelizat e shoqërisë? E pra Lëvizja Bashk mbështet fuqimisht punën që po bën Spaku, propozon ngritjen e një agjencie të posaçme antikorrupsion, do të anuloj ligjet e PPP-ve, të koncesioneve dhe të investitorëve strategjik. A nuk është ekonomia shqiptare e kapur në pak duar monopolizuese të oligarkëve? E pra, Lëvizja Bashk është e vetmja parti e cila e ka shpallur luftë monopoleve që qëndron për meritokracinë në tregun e punës dhe që do të shërbej qytetarit të thjeshtë, do të subvencionoj industrinë prodhuese dhe eksportuese e cila aktualisht ndodhet në një pikë më të ulët se kur ndonjëherë. A nuk është sistemi shëndetësor në Shqipëri sot në një vdekje klinike dhe ilaçet të papërballueshme? A nuk janë pagat e mjekëve më të ultat në rajon? E pra, Lëvizja Bashk propozon rritjen e buxhetit të shtetit për shëndetësinë, rritjen e pagave të mjekëve dhe rimbursimin e ilaçeve. Ju punëtor të cilët detyroheni të punoni në të zezë, të cilëve nuk u paguhet paga në kohë, që rrezikoni jetën tuaj nëpër miniera dhe nëpër skela ditë për ditë, që nuk ju njihet puna jashtë orarit dhe në ditë festash. Lëvizja Bashk është e vetmja parti që flet për ju. Ju, profesionistë të lirë, të cilëve para një viti qeveria propozoi që t'ju taksonte, a nuk ishin bashkë në protest për ta kundërshtuar dhe për ta hedhur poshtë këtë ligj? Lëvizja Bashk është partia juaj që ju mbështet nëpërmjet subvencioneve dhe e cila e ruan taksën për ju zero. Ju të rinj, të cilët e keni kuptuar tashmë se arsimi në Shqipëri është i rrënuar, se në sallat e universiteteve shqiptare nuk bëhet më mësim, se nuk ka më biblioteka, nuk ka më laborator, nuk ka më salla studimi, nuk ka më mensa dhe tarifat janë gjithsesi stratosferike. Lëvizja Bashk është partia e cila ka lindur nga lëvizja studentore, e cila ka qenë në rrugët duke protestuar bashkë me studentët që nga viti 2011 deri në protestën e vitit 2018. Ju pensionist që jetoni në zgrip të varfërisë me pensionet më të ulta në rajon, që sigurt mos ishte për subvencionet dhe për ndihmën që vjen nga fëmijët tuaj në emigracion, do të vdisni të urije. A nuk kemi protestuar bashk pikërisht për rritjen e pensioneve, për vendosjen e minimumit jetik në Shqipëri? Lëvizja Bashk është partia e cila propozon rritjen e pensionit minimal të paktën deri në 200.000 lekë të vjetra dhe rritjen graduale të pensionit mesatar. Ju bujq të cilët detyroheni ta hidhni produktin tuaj në kanal dhe detyroheni që në pikat e grumbullimit ta shisni atë me çmime qesharake. Është Lëvizja Bashk ajo e cila e sheh rolin e shtetit si një shtet që ndërhyn për t'i siguruar bujkut shitjen e produktit e që këtë produkt më pas të mund t'a shpërndaj nëpër institucionet publike që kanë nevojë për atë produkt. Dhe njëkohësisht i ka shpallur luftë monopoleve për të siguruar një çmim të drejtë e të dinjitetshëm për produktin tuaj në pikat e grumbullimit. Gjithë ju pra bashkombas, të cilët ndoshta Lëvizjen Bashk e konsideroni si një parti të re, mos harroni diçka në këto zgjedhje në 11 maj të 2025-s, e reja po lind. Prandaj bëhuni pjesë e të res që është në lindje sipër, sepse nesër do të shihni frytet e përkrahjes tuaj. Prandaj votoni Lëvizjen Bashk, votoni numrin 2. Unë quhem Redi Muçi, jam kandidati i parë në listën e Tiranës. Ju faleminderit.